Mundësit shkodran të drejtuar me pasion nga trajneri Altin Anza po vazhdojnë rrugtimin e tyre me rezultate mbreslënse. Pas suksesit arritur më herët në kampionatin kombëtar të zhvilluar në Shkodër, ekipi i Vllaznisë shkëlqeu edhe në kampionatin kombëtar të moshave i zhvilluar në Tiranë. Shoqata Mundjes Vllaznia mori pjesë në 3 kategori konkurrimi: U9, U12 dhe U20, ku sportistët kuqëblu treguan sërish nivelin e lartë dhe punën e mirë që po bëhet me të rinjt. Rezultatin më të mirë Vllaznia arriti në kategorinë U9 stili lir, ku u shpall kampion Shqipërisë, ndërkohë në kategorinë U20 ekipi zhvilloi një paraqitje të mirë, duke qenë pranë titullit kampion, por në fund u rendit në vendin e dytë, duke merituar titullin nën kampion i Shqipërisë. Në konkurimin individual, kampion të Shqipërisë u shpallën Emir Kaduku 38 kg, Prisjan Demushi 42 dhe Jusuf Hafizi 54. Në disiplinën e mundjes së lirë për moshën U9, në disiplinën e mundjes klasike për të njëjtën moshë, kampion u shpallën Haris Suti 34 kg dhe Eris Mjillaj 54 kg. Për kategorinë U12 stili lir kampion kombëtar u shpall Ueda Toro, ndërsa për stilin klasik greko-romak në të njëjtën moshë, kampion kombëtar u shpall Yasin Çekaj. Në kategorinë U20 stili lir performancë shkëlqyer dhan mundësit e Denxhuri, Eglis Mhillaj, Josef Brinishta dhe Elsa Metsykaj, të cilat u renditën në vendin e dytë në konkurimin individual. Pjesë e këtij kampionati ishte dhe arbitri Pal Parku, antar i kolegjumit të gjyqtarëve të Mundjes Shkodër, i cili në përfundim të aktivitetit u vlerësua me diplomë deri për kontributin e tij.